Spasus Media, faleminderit që keni ardhur në zyre televizës vetëvendosin në qendrën Prishtinës, ku bashkë me sekretarin e qendrës, Ekzan Azemi, do të japim një qëndrim tonin në lidhje me një vendim skandaloz gjykatës themelore që ka ndodhur dje, për të cilin jemi njoftuar përmes mediave. Bëhet fjalë për rastin e ish-zyrtarëve të ndërmarrjes publike banesore, ku gjykata themelore me një akt vendim ka hedhur poshtë aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Ju kujtojmë që bëhet fjalë për tjetërsim të pronës publike në qendër Prishtinës, zemër të Prishtinës, në Lakrishte, ku ndërmarrja publike banesore në mënyrë të paligjshme ka lidhur një kontratë me operator ekonomik privat për tjetërsimin e 17.000 metrave katror. Është rasti pa precedent në historinë e praktikës gjyqësore të Kosovës, që një rasti një profili të tillë të lartë, aktakuza hudhet poshtë pa shqyrtim fare, pa shqyrtuar të thëmë pa javon rastin prokurorisë që t'i shtjelloj provat e veta. Në këtë rast është evidente se gjykata me këtë akt vendim ka rrezikuar tej mase pronën publike në Prishtinë. Për kronologjinë e kësaj ngjarje, do të flet më shumë Ekzoni, i cili e ka përcjell rastin qysh nga kur ka filluar, do të thotë gjatë mandatit sa ka qenë asamblesë, dhe vazhdimisht është marrë dhe është njëri nga ata të cilët e ka denoncuar në vazhdimsi këtë shkelje ligjore që i bën dëm të mirës publike dhe i bën dëm qytetit në përgjithësi. Para se t'ja kaloj fjalën Ekzonit, prej këtu i bëjmë apel Prokurorisë së Shtetit që të ushtroj ankesë ndaj këtij vendimi skandaloz gjykatës themelore. Në njëjtën kohë kërkojmë nga gjykata apeli që çështjen ta rikthejë në gjykatën themelore dhe të jepet trajtim i merituar, të trajtohen shkeljet të cilat prokuroria i ka gjetur dhe të akuzuarit të marrin dënimin meritor. Ekzon, fjala për ty. Atëherë ju falenderoj shumë, të nderuara medje, të nderuar qytetarë. Ashtu pra siç u potencua, ne dje nga mediat jemi informuar se gjykata themelore në Prishtinë ka hudhur poshtë aktakuzën e Prokurorisë Speciale për aferën thuajse më të madhe korruptive që ka ndodhur ndonjëherë me pronën publike në kryeqytet. Po flasim pra për 17.000 metra katror ndërtim, po flasim për një pronë në zemër të Prishtinës, konkretisht në lagjen Lakrisht, po flasim për një projekt që vlera e përafërt i llogaritet jetë dikon rreth 200 milionë euro. Vazhdimisht që nga viti 2021, kur e kemi ngritur për herë parë këtë çështje, kemi paralajmëruar se është një projekt jashtëzakonisht gjigant dhe në këtë projekt janë të përfshirë shumë zyrtar, sepse pra shuma 200 milionë euro, normalisht e flet pra se sa gjigant është këtë projekt. Qysh se ka nisë projekti, kanë qenë disa hapa fare të qartë përmes cilëve e kemi kuptuar se ky është projekt korruptiv. Paramendoni pra, vetëm 2 ditë më herët është themelu konsorciumi fitues. 2 ditë para se me apliku edhe me fitu këtë projekt gjigant, është themelu konsorciumi fitues. Ndërmarrja publike banesore, nëse e jep një lokal 5 metra katror me qira, afatin për aplikim, palët e kanë 15 ditë. Ndërsa për projektin më gjigant që ka ndodhur në kryeqytet, afatin për aplikim për këtë projekt ka qenë vetëm 3 ditë. Dhe pra, po e përsëris, konsorciumi fitues është themelu vetëm 2 ditë para se të aplikante. Pra, është shumë e qartë që është një projekt korruptiv, ku fatkeqësisht prej e këtij projekti korruptiv po bjen edhe sistemi i drejtësisë. Vazhdimisht edhe konferencat e mëparshme kemi deklaruar se një projekt i tillë normalisht nuk mund të iniciohet dhe të nisë pa persona të fuqishëm që qëndrojnë pas. Kush janë këta persona kaq të fuqishëm për të cilët prokuroria më në fund pas presioneve, konferencave të panumërta që i kemi organizuar për këtë çështje, ngriti pra aktakuzë dhe ende pa u gjykuar landa, pra janë bajt vetëm 2 seanca dhe për një moment, pikërisht në kësaj momente të kaosit politik, pra kur ende nuk ka formim të institucioneve, tentohet që të kalohet nëpër këtë mjegulli dhe të hudhet poshtë një aktakuzë ku pra po e përsëris janë 200 milionë euro dhe një pronë shumë e madhe e kryeqytetit në pyetje. Mos harrojmë se për të njëjtën çështje është konstatu sepse kompanitë kanë rënu pronën e ndërmarrjes, objektin e ndërmarrjes publike banesore dhe kanë rënu azbest i cili
pas ankesave që i kemi bo, kanë shku organet kompetente dhe e kanë marrë atë lloj azbestit, shkatrimi i cilit është bo pas një kriter, ka dalë tjetë i shkallës tretë rrezikshmërisë lartë sipas laboratorit gjerman. Pra, gjitha këto fakte, gjitha këto shkelje, ndërmarrja publike banësore pasi që i ka humbë këto objekte, është detyruar dhe me vitet tona detyrohet paguaj qera. Pra, prap preket buxheti i qytetarëve. Domi është milionësh i veç i këtyre objekteve të rënuara dhe i pagesave të qerave, pa e llogarit fare pjesën e pronës e cila po rrezikohet ky qytet. Prandaj kishum lut gjithë mediat që ta transmetojnë realisht e problematik, sepse në të kaluarën ne kemi pasë me djumet nuk kanë guxuar as të raportojnë për një çështje të tillë, për shkak se prapë e them janë 200 milion euro. Me djume të caktuara u janë premtuar dhe ju premtohen lokale e madje edhe pasuri tjera të këtij objekti gjigant, sepse po flasim për 5 shkolla në zemër të Prishtinës. Është një projekt gjigant dhe prandaj po vrem dhe po jemi dëshmitar gjithë që gjykata tona nuk po janë në krye të detyrës kur në pyetje janë kriminalet e vërtet. Mos harrojmë se jo vetëm në Kosovë, por gjithkohë në botë, mafia e ndërtimit është një ndër mafiat kryesore në basen e Evropës. Kështu që prapë po them, i lusim mediat që ta trajtojnë seriozisht këtë lajm, të kenë guximin minimal sepse Prishtinës po i rrezikohet një pronjë jashtëzakonisht e madhe. Gjykatat po na dënojnë neve që po e ngrisim zërin kundër tyre, gjykatat po na dënojnë neve që po i ngrisim këto shqetësime dhe që po e mbrojmë interesin e qytetarëve, ndërsa siç po shohim vazhdimisht i lirojnë ata gjykat ose i dënojnë me dënime çesharake ata që i lirojnë kriminal, e madje i lirojnë edhe kriminalet që po tentojnë ta tjetërsojnë pronën publike.